koloni penale, por edhe vetë zeza mbi drejtësinë. Por kjo kolonia penale më shumë dhe shiko, Erion Veliaj nuk besohet sot të flasi për asnjë lloj akuze ndaj sistemit të drejtësisë, po flas akuzë politike. Sepse në pikpamjen ligjore, unë e kam thënë, siç e kam thënë dhe që Erion Veliaj duhet thritur në Këshillin Bashkiak dhe duhet pyetur, dhe këto donin ta bënin me shkelje dhe e bën me shkelje, ndërkohë që në aspektin ligjor është e drejtja e Erion Veliaj të ngrej gjithë pretendimet e tij ndaj këtij procesi. Se për mua, Veliaj sot po gjykohet dhe do dënohet për 100% e krimeve dhe të korrupsionit që ka bërë në Tiranë. Ndërkohë që nuk i takon politikisht të sulmoj drejtësinë, përsa një pjesë e madhe e atyre gjyqtarëve prokurorëve kanë kaluar me firmën e Erion Veliajt dhe për këtë ka fakte dhe prova plot, po mos t'i vym, po të marrë vetëm rastin e Roland Ilias, që ishte kryetari i vettingut i shkallës parë dhe ka qenë kandidat i G99-s me Erion Veliajn dhe shumë lidhje të tjera me Klodilda Bushkën, me mënyrën se si u kap KLP-ja, KLG-ja, emrimet e tjerë. Ndërkohë, po kështu Erion Veliaj, deri në momenti që u ndalua dhe arrestua, tha që këto janë kolegët e mi. Mbështesim Spakun, Spaku ka bërë një punë të mirë dhe të mos harrojmë protestën që Erion Veliaj me Donald Lund dhe disa pseudo palacho aktor që shitën teatrin kombëtar, bënin protestë përpara Kuvendit Shqipërisë që të miratohej ligji për reformën drejtësi dhe të gjithë ligjet e tjera në zbatim të tij. Kështu që unë mendoj që ai është në të drejtën e vet, të shprehë çati doj qefi atit apo ku ai është kelur në kallo, por e kam thënë pa u arrestuar Erion Veliaj. Sepse mbani mend që ka dalë në një event Edi Rama në krah të Erion Veliajt dhe që tha Shqipëria duhet të ndjeki rrugën e Tiranës, se Tirana tha është lokomotiva e zhvillimit, pra duke i bërë elozhe, ndërkohë që ne i dinim konfliktet e brendshme. Dhe çfarë ndodhi? Një muaj mbas këtyre elozheve, kjo ishte për vitin me Kokshin me Fidel Yllim. Ashtu. Një muaj mas kësaj, Erion Veliaj u shoqërua dhe u arrestua me vendimin e gjykatës. Ndërkohë të njëjtën gjë bëri edhe me Mana Serliun, edhe me Ballukun, pra është pakti radhës që Edi Rama bën me Spakun për amnistuar pozicionin e tij si kryeministër i vendit. Në moment që Edi Rama të mban afër, të lartëson, të jep edhe poste, ky është momenti që ti duhet të ruhesh nga pabesia dhe dinakëria e tij dhe prova ka plot, sepse ka prova dhe nga ata që kanë pranuar negociatat dhe pastaj në gjykat ka ndodh tjetra, po ka patur dhe nga ato që kanë pranuar negociatën për t'u dorëhequr apo për t'u shkarkuar dhe ndërkohë ka filluar dhe procesi penal. Kështu që unë mendoj që Edi Rama për shkak edhe të ndryshimeve gjeopolitike, sidomos ato që po ndodhin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të luftës që ka bërë Sorosi, presidenti Trump ndaj Sorosit, pra që ka shpallur një luftë pa kompromis ndaj Sorosit, mendoj se kjo është betejë e fundit Edi Ramës si kryeministër dhe këto janë fakt tentativat e fundit e një bishe që po jep shpirt, siç është Sorosi me tentakulat e tij, për të bërë përzgjedhjen e kandidatit për Tiranën nga ana e shoqërisë civile dhe me kushtin fakt që të jetë sorosist, me qëllim që të vazhdoj ajo politika që në fakt Sorosi e ka patur deri në 2021, që kishte nën komando edhe opozitën e drejtuar nga Lulbasha, po edhe majorancën e drejtuar nga Edi Rama. Ka humbur se kemi parë fare, është dukur. Kush? Basha. Po ai dëgjojnë çikanën. Personi që
jeton të paktën ka qenë mbi 17 vite në krah të zotit Berisha. Një njeri që t'jetë aq i trash nga mendja dhe të mos njofi karakterin e Berishës, që nuk tërhiqet Berisha përpara asgjëje nëse ka në loj dinjitetin dhe integritetin e fytyrës së tij. Kështu që ai më minimalja u tregua budalla dhe naiv. Për post të tjerave pasaj që bëri bashkëpunimin, e bëri prap. Tentoj ta bënte prap, pavarësisht e Edi Rama e lëshoi se nuk i duhet Edi Ramës. Edi Ramës i duhet kandidati tani përballë Ogerta Manasherliut. Se Edi Rama e lëshoi qoftë edhe vulën qoftë logën që e mori Partia Demokratike Reale, sepse nuk i duhej më Lulzim Basha. Deputetët i ikën, antarësia iku, që donte për pazare Lulzim Bashën, s'kishte më efekt. Dhe shërbimin e fundit që Lulzim Basha bëri, ishte ai humori i zi që bënte me ato videot me Edi Ramën dhe që përfundoi që mori as 900 të vota lideri më i madh i opozitës, ai që pretendonte se Edi Rama e kishte frikë. Kështu që unë mendoj se njeriu me veprimet që bën, edhe sikur të vazhdoj të dali, unë them 9 shtatori ka qenë vdekja politike e Lulzim Bashës. Zonja Kalaja, të falenderoj shumë për këtë bisedë pa doreza. Unë kam qef që gjërat i them pa filtra, pa doreza, sepse nëse ne vëm filtra në gjërat që ndeshim, në gjërat që na ndodhin, po dhe në gabimet që kemi bërë, ne kur nuk do dalim mbi ato dhe kur nuk do shohim çfarë do bëjmë nesër. Kështu që patjetër, me gjithë gabimet e mia, unë kam qef të shoh gjërat pa filtra. Falenderoj shumë edhe